Kur lindi dëshira për të bërë një film bashkë me Luiz? Në fakt ka lindur shumë herët si ide dhe më në fund patëm fatin që ta realizonim dhe shpresoj që të kemi bërë diçka të bukur. Ai përngjan filmi historisë tuaj të dashurisë? Edhe ngjan edhe nuk ngjan. Domethënë, të dyja versionet mund ta marr. A ka qenë vendim i vështirë për ta përfshirë Është vetëm në një moment të vogël dhe kemi thënë më shumë ka qenë si një ide për Lunën që ta ketë si kujtim. Të kemi parë si aktore në Portokalli. A ishte e njëjta gjë si në film, mbajtja mende teksteve, cila ka qenë vështirësia më e madhe që ke pas gjatë qyrin? Vështirësi ka patur pa diskutim se duke qenë një aktore jo profesioniste, sigurisht që ka ato vështirësitë e veta si eksperiencë. Megjithatë, Portokallia më ka ndihmuar shumë. Përveç pjesës së pasionit, por Portokallia më ka dhënë një dorë shumë të mirë për pjesën e aktrimit dhe pikërisht për mbajtjen mend të tekstave. Unë për shpirt kam qenë me kanë filmi se unë kam investuar gjithë shante domethënë me mish me shpirt edhe nga ana monetare dhe jam mundu me sjell një film që s'është bërë ndonjëherë në Shqipëri, domethënë me atë lloj temet. Do surprizoheni shumë kur ta shihni sepse unë gjithmonë jam i paparashikueshëm dhe nuk është se ju nuk ja keni ide se për çfarë flet, pasi është. Po do e shihoni shumë. Ëndra jame, po thuj se do them jam super kompletum. Ëndra jame kam gra, tani këto ishin detajet vogla, filmi, muzika, gjitha. Uroj që t'ju pëlqejnë, që ta justifikojmë punën dhe edhe çmimin e biletës, më thash. Ju ftoj të gjithëve që të vinë ta shihni. Unë kam marrë vajzët dhe me marrë me e pak, që ju me dhire qite, ajdeni, kaloni një orë e gjysë, së është asi gja, nuk di që atë ju them do me dhanë. Edhe qo se nuk ju pëlqen, përzoj ju a këthej lek. Ju dini që e maj pjalli. Ne kemi vënë re nga traileri që keni zgjedhur mos të zbuloni asgjë. A është kjo pjesë e lojës? Jo, nuk është pjesë e lojës, është pjesë sepse përgjithsisht kur zjerrin trailerin, zjerrin pjesë pa pikante. Na kena bërë kundër të domethënë, kena thënë pjesët që nuk janë pikante për të mos ta treguar fare as pak. Ja kena lënë gjithçka kinë mas. Çfarë mendoni se duhet marrë publiku nga ky film? Nga ky film duhet marrë ato që unë e kam thënë gjithmonë që nuk duhet të heqësh dorë, duhet provosh gjithçka, të bësh gjithçka, ama në fund të jesh i vërtet. Duke qenë se keni titulluar Loja e fundit, a do të ketë një vazhdim dysh? Keni pasur një moment që e keni menduar që filmi të vazhdojë? Tani unë e kam thënë me shaka, thash kur fillojnë dyshi, fillojnë me kjarën që pat aksident se do na me qenë po nuk e kemi mendu, po nuk është se jemi ullë, domethënë. Tani varet të gjitha se si do e presin këtë parin, me shpresën që ta presin mirë, dyshi do vinë shumë shpejt. Shumë faleminderit. A ka qenë e vështirë të xhirosh një film me Kiarën? O jare, çfarë thuaj ti Kiara është yll. Aja ka pas vështirë me mua. Kush ka qenë vështirësia më e madhe gjatë xhirimeve? Me majtë me tekstin, se unë nuk jam mësu me folë me skenar, unë flas pa skenar dhe ishte shumë e vështirë. Por tani, kur e kam pa do me thonë që kam arrit me i majtë me në tana dhe nuk e di se si, vështirë ka kanë sepse unë nuk jam aktor, unë jam Luizi, dhe jam mundu që me kanë Luizi edhe në film, do me thonë, pavarësisht që është film, jam mundu me kanë vetvetja, me batutat, me lvizjet, me gjithë shka. Shpesoj t'ja kem arrit, nuk e di se si do e presi njerëzit, por përderisa është edhe komedi romancë, diçka pozitive. E kujt ishte ideja e titullit, Loja e fundit? E imja, e Bjordit, e Klaudjes, pra u diskutum disa tituj dhe që të pëllu vendos Loja e fundit palen. Loja e fundit do të thotë që Luizi nëse në edicionet e ardhshme merr sërish një ftesë për të hyrë në Big Brother, nuk do pranojmë? Nuk është puna nuk do pranojmë, unë edhe isha para najta 3 ditë. Jeta në vetvete është në bojza një loj, si dhuj që ka plot sfida brenda domethënë, që duhet i kalosh. Dhe unë kam qef e luj gjithë jetën, të jemi qeshë, të jemi pozitiv, sepse me man gjallë, me jep energji, dhe e di që transmetoj pozitivitet tek tjerët. Kështu që loja fundit është shujt, jo se loja fundit u bë kjo dhe mbaroj. Por pikërisht sepse njerëzit do thonë mbaroj me kaç, ba qa ke, ardhi gruja, ja. Ishte hera e parë për ty në një film si aktore. Si e ndjer gjatë xhirimeve? Po, ka qenë një pjesë e shkurtër për shumë intense dhe u kënaqja shumë me të drejtën, shumë profesionista të gjithë. Kështu që ishte një eksperiencë e bukur, eksperjenca ime e parë me një film të mirëfillt, kështu që bukur.
Kush ta bëri ftesën për të qenë pjesë e filmit? Kiara, patjetër, jemi shoqe dhe e mora me shumë entuziazëm. Si ka lindur kjo miqësi e juaj? Na thuaj diçka më shumë. Shiko, në mënyrë shumë natyrale, duke punuar në të njëjtat ambiente të topit, jemi njohur dhe na ka pushur muhabeti, diskutimi. Në fund të filmit, a mendon se mund të bëhesh sërish pjesë e një filmi në kinematografin shqiptare? Po patjetër që po, pse jo? Kush e ka zgjuar këtë pasionin për aktrimin të tij? Pjesëmarrja në Portokalli apo ka qenë më e hershme? Jo, me thënë të drejtën jam thjesht kurioze, kurioztare, të provoj gjithmonë gjëra të reja, kështu që thjesht kjo. Çfarë janë projekte të reja, pastaj sidomos me Kiarën që e kam edhe shumë xhan, patjetër që do e provoj, as jo. Edhe 2 fjalë për Wake Up, si e ndjerë bashkë me Blendin si prezantues? A mendon se tashmë ke gjetur atë hapësirën ku do ta shohim për një kohë gjatë Hedin apo akoma po zbulon vetë? Shiko, është emision i gjatë, kështu që për momentin jam aty. Ndihem shumë mirë me Blendin, është një njeri fantastik. Jam e lumtur që janë këtu edhe ata sot gjithë grupi e Wake Up-it. Të shohim ku do na çojë jeta, nuk e di, të shohim. Me zgjimet e mëngjesit si je tani apo akoma të zgjon Zilda? Jo, është ajo gjëja që kur i bën gjërat me qejf, të vjen shumë mirë që të shkosh në punë. Do të thënë, është qejf të zgjohesh tani, sepse do shkoj në një ambient që është super i bukur, me njerëz pozitiv, është një ambient fantastik aty. Suksese. Faleminderit shumë. Bjordi, si ka qenë punosh me Luizin dhe Kiarën në film? Ka qenë një eksperiencë e veçantë. Kam patur me ta një marrëdhënie komplet ndryshe para filmit, edhe ka qenë një surprizë shumë e bukur ti kisha në set me mua. Kanë qenë të dy shumë të përkushtuar, Luizi me atë karakterin e vet, me atë energjinë e vet. Ka qenë goxha impenjativ, siç është Luizi. Kiara ka qenë një surprizë shumë e këndshme për mua. Le të themi, ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. A u surprizove ku more ftesën për të qenë regjisor, duke qenë marrëdhëniet tuaja janë Big Brother, kanë qenë të mira apo jo më të mirat e mundshme? Po, kur bëhet fjalë për filmin, harrohen gjitha marrëdhëniet që vinin përpara, fillon një marrëdhënie profesionale, kështu që nuk e kemi llogaritur atë pjesën e filmit. Nuk u surprizova nga ftesa sepse bashkëpunoj me Claudio, me producentën dhe scenaristin e filmit kam shumë vite. Kështu që ishte në plan që të punonin prapë bashkë. Por po, nuk Bigu e kemi lënë rrapa Bigun. Loja e fundit, si e prite këtë titull, domethënë, duke pasur parasysh gjithë skenat, xhirimet, teksti, Është titull, ai shkon për shtat. është i gjetur. Do ta kuptoni kur shihni filmin, por është një titull shumë i gjetur edhe ka më shumë domethënie se ç'ë mendoni. Çfarë mendon Bjordi për kinematografin shqiptare? Vitet e fundit po bëhen gjithmonë më shumë filma të suksesshëm, publiku që ka interes. Jemi në momentin më të mirë, besoj, për kinematografin shqiptare deri më sot. Ka krijimtari, ka prodhime, ka njerëz që duan të bëjnë dhe ka njerëz që duan të shkojnë në kinema. Gjë që mungonte kishte shumë vite që mungonte besoj në Shqipëri kjo dëshira për shqiptarët të shohin produkte shqiptare. Pra jam i lumtur që jam pjesë e kësaj lëvizje në këtë moment, edhe shpresoj që të vazhdoj. A ka ndikuar Big Brother për të prodhuar sa më shumë figura popullore që i shërpejnë dhe kinematografisë në fundit, sepse e shtyn publikun të shkojë për t'i parë akoma në një dimension tjetër? Nuk besoj që ka lidhje me Big Brother. Kam përshtypjen që thjesht publiku ka filluar të shijojë edhe mjetin e kinemas, edhe kineman si art, edhe do ta shijoj shqip. Kur futen elementet Big Brother sigurisht që janë shumë popullore, ndihmojnë, por nuk janë të domosdoshme. Tërheqin akoma më shumë publik. Po, mund të tërheqin më shumë, por nuk janë gjëja e vetme. A mund ketë vazhdimsi loja e fundit? Një film të dytë, loja e fundit 2, 3. Nga publiku, varet vetëm nga publiku. Nga pritshmëria. Po. Sukses. Faleminderit. Si e mori Altini ftesën për të qenë pjesë e filmit loja e fundit? Po, kam qenë, po një sekuencë të vogël kam qenë vetëm. Edhe bukur kemi kaluar aty. Tash unë nuk e di se me zi pse që shikoj filmin. A u ndjeve mirë gjatë xhirimeve duke qenë prej marrëdhënies që ke me Luizin, afrimiteti që keni krijuar, u ndjeve i vlerësuar që more këtë ftesë? Marrëdhëniet i kam shumë të mira dhe normalisht që u ndjeva shumë komod.
dihet që Luizi i bën organizimet shumë bukur, edhe stafin që kishte marrë ishte shumë i mirë. E ke parë filmin? Jo, se kam parë, me zi pres. A do e konsiderojen që pse do merri ftesë për të luajtur një rol në një film tjetër shqiptar? Patjetër, do më pëlqente. Për projektet muzikore, çfarë po sjell Altini tani? Tani kam një projekt që është surprizë me Luizin, po të mos e nxjerr më mirë. Se do më shajt, se e nxorë. Suksese! Faleminderit.